Situata në Iran po përkeqësohet së ndjeshëm teksa autoritetet vazhdojnë përballjen e dhunshme me protestuesit në disa qytete të vendit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u shprit tronditur nga raportimet për dhunë ndaj civilëve dhe i bëri thirrje qeverisë iraniane të tregojë vetë të përmbajtje dhe të ndalë përdorimin e forcës së tepruar. Edhe Bashkimi Evropian ka reaguar me tone të forta. Përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme Kaja Kallas deklaroi se BE-ja e gatshme të propozojë sanksione të reja ndaj Teheranit, duke theksuar si tashmë janë në fuqi masa ndëshkuese për shkelje të drejtave të njerëzit, aktivitetet bërthamore dhe mbështetjen e Iranit për Rusinë dhe luftën në Ukrainë. Nga ana tjetër, dëshmi nga terreni flasin për një përshkallëzim të frikshëm të dhunës. Banorët e Teheranit kanë raportuar për të shtëna të vazhdueshme gjatë natës dhe prani të shtuar të forcave të sigurisë, ndërsa drone monitorojnë lagjet e qytetit. Situata përshkruhet si kaotike, me frikë dhe pasiguri për popullsinë civile. Protestat janë nxitur nga rritja e çmimeve, inflamacioni i lartë dhe rënja e monedhës kombëtare, duke e kthyer në sfidë më serioze për autoritetet iraniane në vitet e fundit. Megjithatë, qeveria e Teheranit ka fajsuar faktor të jashtëm për trazira, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për përpjekje destabilizuese. Ndërsa tensionet vijojnë të rriten, vëmendja ndërkombëtare mbetet e përshëndruar te zhvillimet në Iran dhe mënyra se si autoritetet do të reagojnë ndaj presionit diplomatik në rritje.